Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët nga qyteza ime preferuar. Shfertën. Kush mund? Des gruaja për shfertën. Ne kam shumë qef, antes e ka qefare, unë Është adhuroj. qytet afër nesh. Është qytez, është e vogël, Po. por është shumë e Po, bukur, është me shumë shtëpi kështu të të vogla, vjetra dhe shumë të bukura, po por nuk është në si gjë. vdes domethënë unë nuk është se Por Andi nuk e konsideron se është në një gjë super. Të një qeni vogël, po më shifte. një bishdili. Një bishti. Si e reja. 21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Told but I got to upside, chicken. Po që këtu, si janë gratë në gjithë botën? Si trego. Ha, trego. Po. Unë erë si gjithmonë kemi një kështu se dhe diskutim. Jo gjithmonë. Ha, ti është trego si shtrëmëroj ajo gruaja. Po ku e di unë për Ha, si shtrëmërojnë gratë Gjermani? Si ja bënde? I tregonte për vendin ajo që kishte edhe një vend parkimi këtu dhe ai s'kishte I kishte afër lokalit. Po, ishte afër lokalit, nuk e dera, edhe po i tregon. Është remonte. Ashtu shtrëmërojmë dhe unë? Po. Mos më keqe. Po, më keq. The bluebirds peaceful to sing along. Jo, këtë se keqe gratë. Po, That si duhet jetë mirë kjo? love you. Oh, 그때야 나와의 거리를 걸어요. Tara, ja ku dolëm, përveç meje ka dalë dhe dielli, kemi një javë fantastike me diell, duket sikur ka ardhur pranvera, na u knaq shpirti, Marsi ka ardhur perfekt, besoj. Edhe unë sa po parkova makinën time, që nuk më besohet, që thjesht para një ose 2 muajsh isha që gjithkohës tu i kriju komplekse vetes, duke i thënë, jo se ngete dot makinën në Gjermani, jo shumë e vështirë, jo kështu jashtu. Njëri që e ka marrë patentën 18 vjeç, edhe ka marrë edhe makinë 18 vjeç, krijon komplekse koti në tru si është truri. Kot nuk thon njerëzit. Truri është sa një kokër gruri, dhe më vërtet aq është. Se nisa tu i thëm vetes që jo, nuk i jep dot më makinës, më duke sigur e kisha harruar, nuk i dim, shkruajtën e 1-2 veta ma bën edhe më gogol se që kisha, edhe Anti që më thoshte pak rregullat janë më ndryshe këtu, dhe nisa duke i thëm vetes, jo, i jep, jo, si jep, jo, kështu, jo, ashtu, nisa tu friksu. Herën e parë që i thash makinës më dridheshin gjunjët, më dridheshin, se kisha edhe shumë kopa i dhe një makine kështu e manuale, i kisha dhe në automatike kohët e fundit edhe më duke sikur e kisha harruar fare. Tani 100% nuk jam shoferi më i mirë që ekziston, por një 90% besoj se jam, sepse kam edhe goxha vite. Po përveç kësaj doja t'ju thoja se sa çuditshëm është njeriu dhe se sa i vë barriera jetës së vet me gjëra koti. Do të thënë, kështu ta dha truri dhe ti nis edhe vë barriera koti në jetën tate, kështu i quajun barriera koti, vë komplekse me veten tate, si për trupin, se shumë njerëz më thonë erë se a ke kompleks trupin që jem mbi peshë. Jo njerëz, nuk e kam, unë e dua trupin tim, ky trup mua më zgjon në mëngjes, më lejon të bëj punët e mia, më lejon që t'jem e lumtur, më lejon të shëtis, të bëj të gjitha gjërat, ky trup më lejon që unë të jem kjo qenie që jam. Pse ta urrej unë trupin tim, ndoshta të doja t'isha më shëndetshme. Shumë mirë do doja, ka momente që do doja, por ta urrej ose të kem kompleks ose të urrej diçka specifike të trupi im, kurrën e kurrës. Nuk e dua veten time, e dua kështu që jam, me gabime, pa gabime, me të gjitha e dua veten time. Jam në një moshë 30 vjeç dhe mendoj se kam arritur të kuptoj se çfarë dua dhe çfarë nuk dua dhe veten time e dua dhe e dua shumë. Ndonjëherë duket si egoizëm ose si nuk e di, por unë kështu ndjem. Edhe shpresoj që dhe ju të gjithë ta doni veten tuaj. U hodha në një temë në një tjetër, por thjesht doja t'ju jepja pak nga ky pozitiviteti që më ka dhënë dielli, edhe nga ky pozitivitet që po ndjej brenda. Unë dola sot, do haj diçka, më ka vajt mendja për një bagel, për një sanduiç,
Edhe thash, po marr makinën, po iki tek një rrugë shumë e bukur, këtu e quajmë rruga Kull në Dortmund, janë ndërtesat e vjetra, thjeshtëzakonisht shumë e bukur, ka bare shumë të bukura, lokale shumë të bukura, edhe pse jam vetëm, mundohem të bëjmë më të mirën e ditës time. Mundohem jo nxjerr gjërat në Vinted, jo bëj video për YouTube, jo punë të shtëpisë, jo gjërat e kështu, edhe mundohem që të krijoj një kohë të bukur edhe për ju, kontent më të bukur edhe për veten time të ndihem më mirë. Nuk jam person se kam pa shumë që thonë jetojmë në Gjermani, po e marr si shembull këtu ku jam unë, ndihem shumë vetëm, pa shoqëri, pa ndej, pa këtej. Okej, po në qoftë se je 30 vjeç, edhe në Tiranë ti ishe gjithë ditën në shtëpi, nuk do ta kishte njëri ngen, të paktën shoqëria ime se do ishe në punë. Që kështu, të njëjtën jetë që kam atje, po e bëj këtu. Nuk jam person që ndihem vetëm, nuk ndihem vetëm. Jam vetëm, por nuk ndihem e vetmuar. Andi gjithë ditën në punë edhe në kurse, dhe kjo sjell si pasojë që unë të rri shumë kohë vetëm. Kam edhe disa shoqe, shëshër Zotit, por i takoj shumë rrallë, sepse njerëzit kanë punët e tyre, kanë detyrimet e tyre dhe nuk kanë kohë si puna ime gjithë ditën. Por thash, jam vetëm, por nuk jam e vetmuar. Ju kam juve që jeni shumë edhe ju dua shumë edhe jeni gjithmonë për mua. I ka tashi, se kam një orë këtu, është i xhaxh në dritare dhe thotë, ky brezi I ri ka rëshkitur, thot Rrezik. Sitting in silence like 4 feet apart, and there's so many things that I wish I could say, but I don't. No, I just don't. Rewind the tape and just play me those memories. You're leaning into me and I'm holding on to your shoulder. Where did that go? Oh, I hope we don't give in. It would never be the same. It's like you're gone when you're still here. Will I lose? Oh, I don't wanna lose you. Oh, I don't wanna lose you. This old apartment, I swear it feels smaller. There's nowhere to breathe, we don't. Ardhur në park, por gjithmonë që vi unë në park ka punime, nuk e di pse. Mora një ca gjëra që të haj drekën këtu se është ora 3. Mora ullin të mbushur me bajame. Mora si këto shkopin, se unë I kam shumë qef. Mora spica djegse. Ka marrë kaq shumë se I marrë në shtëpi pastaj. Mora pastaj kët sallamin. Mora dhe një pije. Kam marrë edhe dronin. Kam shumë ko pa e ngritur dronin. Tash po e provoj sot, pas njerëz afër. Dhe mendoj se do bëj një 2 video të bukura. Ta provoj në njerë, se më keni pyetur për dronin, që pse se përdor, pse se bën. Edhe ja sot do e përdor. Jam ullur këtu. Kam marrë edhe një libër, që është ky. Jane Austen. Dhe ta lexojmë se kam lexuar fare. Edhe I erdhën dhe këto rosat, se këto duan bukë edhe vinë gjithmonë. I can see myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it make sense. 'Cause I'll admit I have my. Andi falenderoje Papa Vjerrin publikisht. Jo. Falenderoj më dëgjoj më. Falenderoj ti papin tim që më ka dhënë mua patentën. Gjithës vetë ja dha. Pa, që më ka dhënë mua dhe të shëtis të vitë marte, puna, të qoj, të bëj. Edhe të bëhesh zari ime preferuar. Kam qenë një vit që ishe ti pa patente, mba në qa super zari ishe, ha? Po kam një vit pa patentë në Shqipëri, s'ma hoqë. Po ja hoqë policia, ka vajtur edhe në burg, se ka policia po prap në rrugë me motor pa patent. Kështu është. Po, shumë ka dhënë. Se mendoni juve se është në një kështu, po jo. A mos e sigur çka ka ndodhur. Krim. Çka ka ndodhur. Krim, ma vajtëm polici. Po.
Qa do thoja una? Dhe drejtat e se pastaj ka Po. të kthesat. Përveç asaj, vajta që patë parku të gjitha kështu, Andi nuk ka kurs. Sot më tha hajde më merë, okej, shushu që më tha Andi hajde më merë, që dola nga parku, se kishte vajtur për aq kohë sa isha, kishte vajtur bileta 8 euro e parkimit njerëz. 8 kishte bërë me ongër, Edhe 4 e 5 gjy, fut, 3 euro gjysore gruaja. 1 orë e gjys. Sa? 1 orë e gjys. Okej. Po mos Qika kishte 1 orë gjys. Po mos kishte 5%. Po mos kishe marrë ti në telefon kush e dit, sa do kishe vajtë? Fale, 50 euro parkim. Ua, kisha ble biletën gjithë muajnë me aq lekë të trenit. Ta më kishte bërë tiket. Jo, kështu e do është, e merito. T'ja bërë një abonim tiket dhe të lëvizësh me trener prapë. Po për zotin, anë gjova shumë lekë. S'ka gjë. Por nuk ka gjeta shi e mësova, tani do iki në Viktor. Tani mësova s'do rri më Po, një orë gjys. nuk të vetëm më taj parkimi. Do rri një orë. Jo, ka një hyrje tjetër që parkimi është falas. Ani nga ishim bashkë. Po, Po pse shkova atje? Po, vi po. Pse te ecë është te eci ersi. Ika, jo, Që edhe nga marrë makinën? kjo ishte edhe akoma më shtremët, se më binte të eci akoma më shumë. Që ka marrë makinën, ka rrumec. Jo, Ika ta Jo, shi se po, mbyllet jo. ky vendi ku do të iki. Hajde Po, një ciao. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Kam nisur ditën duke sistemuar shtëpinë, lava lava sobën, lava gjërat, edhe po shoh online se dua të ndryshoj këto pikturat, por nuk e di si t'i marr. Po mendoja të merrja 2 të mëdhaja, sapun e kësaj, kjo është 50 me 70 dhe të vendosja vetëm 2, ose të 3 të vendosja të mëdhaja, por na ide është kjo këtu. Shifeni? Më duket shumë e bukur, do doja diçka neutrale. Në ndërkohë që po bëja kët, erdhi shoku im i ngushtë. Posta! Ka marrë një palë gjinset e mango, ka marrë këtë stilin balon, që ka dalë tash shumë në mod, edhe ta shohim si më rrin. A më pëlqejnë, as më pëlqejnë, mora 20 euro. Shumë na ju më pyesni njerëz si ku i ble gjinset, ose kështu ose ashtu. Të mango, të Zara dhe të HM-ja, këto janë 3 firma, edhe Asoti. Këto janë 4 firma që unë ble gjinse. Keni edhe opcionin që mund të vini për masat tuaja, do më thënë kilet, të masni belin, të masni vithet, edhe të shikoni a ju bëjnë apo jo. Këto janë këto që unë kam zgjedhur, gjyra që nga shumë e bukur. Ti provoj edhe të shofa më bëjnë njerëz, se sipas për masave duhet më rrinin fix. Këto ishin dhe gjinset, janë në vërtet shumë të bukura dhe shumë të rehatshme, ishin 39 euro e 99 cent, janë numri 46, edhe pse do kisha shkuar me 44 me thënë të drejtën, por i mbaj pak që t'jenë të lirshme, duke qenë se tash i vjen vera edhe nuk i dua gjinset shumë të ngushta pas trupit najo që bëhet vap, jo se këtu bën një vap e madhe, po aq sa bën. Kam porositur edhe një palë të tjera, po balloon style nga HM-ja, sepse është një gocë që më pëlqen shumë, edhe ka trupin tim, edhe e pash edhe më pëlqenin se si i rrinin ky lloj stili, pa e treguar shumë të shëndosh, pa e treguar shumë të fyr, edhe thash po e provoj edhe unë dhe më pëlqeu. Më pëlqeu shumë dhe kisha ngel shumë keq për gjinset e errta. Edhe i mora këto si pat. Tani do zgjedh ato pikturat, kam ja të bashkëpunime në kështu, duke diskutuar jo email-et, jo datat e postimeve, jo gjërat. Përveç atyre kam edhe disa pako për të dërguar në Vinted, kam punë, do më thënë tashi. Duhet të rregulloj dhe lule që kam marrë dje. Do më vinë dhe karrilet e reja që kam porosit në Amazon. Kam e janë ca pako të tjera që po pres të vinë, bashkëpunime shumë interesante dhe shumë e lumtur. Si e pakua që kisha marrë me goodies bag, që kisha marrë muajin e shkuar, kam marrë prapë këtë muaj e porosita, dhe nuk e dia ja vlen, sepse nga ato gjërat që kam marrë, vetëm kremin e flokëve kam përdorur dhe jam shumë e kënaqur. Më pëlqen shumë ai kremi i flokëve, më bën shumë të buta. Po thash po e provoj, thash subscription, e provova në një kompani tjetër tani, edhe më duk interesante. Kur të vi pakua, se them, nuk arrit akoma, do ua tregoj. Tani do bëj pakot për Vinted sepse jam mbrapa me një pako shumë. Do dërgoj ato, por si fillim do rregulloj lulet se i kam shumë keq, do ish këtë bluzën se e bëj pis,
edhe jeanset, sepse tash që i shes rrobat, mundohem që të kujdesem më shumë që mos të kenë njolla, mos të më prishen, sepse them pse jo, kur mund t'i rishes përsëri kur nuk I dua më. Kështu njerëz, se edhe po I provoja edhe me çantat, shife. I look so beautiful. Nobody knows me like you do. You just read my mind. Nobody gets me except for you. Like we're intertwined. Seasons come and go. Universe will change, but I'll feel the same. Thought that you should know. Even if my eyes are closed, I see you. I see you. I see you. I see you. Sa po erdha, o zot sa më kënaqur sot, dola me një gocë, më kënaqa. I takova dhe bebin e saj të vogël, është një gocë, o zot sa e mirë që është. Mora ca hurdhra, mu tha borziloku, edhe ato rrenjët që kishin dalë. Erdha në shtëpi gocani, erdha më në fund. Sa po erdha në shtëpi, takova një gocë, o zot sa jam kënaqur sot. Ja kam kaluar shumë mirë, koha pranverë, njerëz, ka dhe një beb të vogël goca, jo u kënaqa me atë. Edhe me pak fjalë kam dalë ora 3:30, ora është 6:30 tash I gati 7 tash I erdha. Ja kalova shumë mirë, mora një tufë borzilok, sepse kam gjitha të tomate që kam blerë tek video e kaluar, dhe të bëj sot pasta me borzilok edhe me hurdër, edhe me tomate normale, dhe del shumë e mirë. Përveç atyre mora edhe shirin, mora shumë spring vibe, shifeni sa të bukur. Rose boqelli më duhet edhe një I verdh, por ai I verdh ishte shumë lek. Ta ishin me 50 cent. Shifeni? Duhet të shkrim pak që t'i vendos këtu dhe do duken shumë bukur për idenë e pranverës. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come